Agjerimi është një adhurim i veçantë. Për shkak të rëndësisë së madhe që ka, Allahu te bareke ve taala e ka veçuar me shpërblime dhe jo vetëm. E ka veçuar edhe me disa epitete, cilat shpalosin rëndësinë e madhe që ka. Allahu xhelle wala, për dallim prej veprave tjera, kur flet për agjerimin, i atribuon vetes së tij këtë vepër. Siç qëndron në hadith kutsi, Allahu ka thënë: "Kullu amal ibn Adam la ila as-siyam, fa innahu li wa ana ajzibi." Të gjitha veprat që njeriu i kryen janë për të, me përjashtim të agjerimit, i cili është për mua dhe unë shpërblej për të. Të gjitha veprat janë për Zotin, edhe namazi, edhe zekati, edhe haxhi, mirë po Allahu te bareke ve taala e ka veçuar agjerimin për disa sekrete, të cilat me lejen e Allahut do të mundohemi t'i shpalosim këto në këtë këshill tonën. Agjerimi është dalluar nga veprat tjera dhe është veçuar me këtë epitet që i ka dhënë Zoti, për faktin se është një vepër, një adhurim në cilin sinqeriteti kultivohet në superlativ. Pra, lidhja jonë me Zotin, raporti ynë me Zotin, përmirësohet deri në mas përsërie. Ndryshe nga adhurimet tjera, nga veprat tjera, në të cilat ndonjëherë mund përvidhet edhe syfaqësia, për shembull në veprat që i bëjmë në publik, në namaz, në haxhillëk, ndonjëherë njeti jonë mund të baltoset, mund të njolloset, ndërsa në agjerim që askush përveç Zotit nuk e di këtë vepër, një gjë tillë nuk ndodh. Prandaj dietarët musliman kanë nënvizuar se agjerimi e ka këtë pozitë që e ka, për faktin se kontribuon në forcimin e kësaj lidhje me Allahun. Pra, sinqeritetin që është kushti kryesor edhe për pranimin e veprave, e kultivon deri në këtë nivel të përsërisë. Për këtë shkak, kur Allahu xhelle wala na flet për agjerimin nga kjo perspektivë, pra si një vepër të cilën e ka dalluar nga veprat tjera, në hadithin që cituam edhe më parë, nënvizon se është pikërisht sinqeriteti që bën të tillë këtë vepër. Thot Allahu: "Yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli." Për hir timin, besimtari e braktis ushqimin, e braktis pijen, i braktis epshet. Pra, për hir të Zotit kryhet kjo vepër, prandaj edhe është e veçantë. Agjerimi është i veçantë edhe për faktin se si vepër është një prej mënyrave me të cilat është respektuar dhe madhëruar vetëm Allahu te bareke ve taala. Dietarët musliman, e më saktë Imam Neveviu, ka përmendur në shpjegimin e këtij hadithi se në të kaluarën njerëzit kanë respektuar në forma të ndryshme mbretërit e liderët e tyre, madje edhe idhujtarët i kanë adhuruar zotat e tyre në forma të ndryshme, por nuk është regjistruar që ndonjëherë dikush ta ketë madhruar ose adhuruar dikë duke agjeruar. Prandaj, për neve muslimanëve, kur ne agjerojmë, përjetojmë një lloj kënaqësie, kemi një ndjenjë krenarie, nga se po e adhurojmë Allahun xhelle wala me një adhurim ekskluziv, me një adhurim të veçantë, me të cilin askush nuk është adhuruar përveç tij. Kjo është ajo që e bën agjerimin të veçantë.
Agjerimi është dalluar nga veprat tjera edhe për shpërblimin e madh të cilin e ka. Agjerimi është prej atyre veprave të cilat kanë një shpërblim teje të madh, i cili shkon përtej asaj që pothuajse është kriter për veprat tjera. Në një prej versioneve të këtij hadithi qëndron se një emir shpërblehet duke filluar nga 10 fish më shumë e deri në 700 fish më shumë, me përjashtim të agjerimit i cili shpërblehet përtej kësaj. Pra, Allahu xhallahu ala e ka veçuar dhe ja ka përshkruar vetes së tij këtë adhurim, nga se ai ka marrë përsipër që të shpërblej për të. Por nuk është vetëm ky element që e bën madhështor agjerimin. Është edhe një fakt tjetër të cilin dietarët e kanë nënvizuar. Në ditën e llogarisë, kur do dalim për dhënë llogari për Allahu xhallahu ala, njerëzit të cilët i kanë dëmtuar të tjerat, do të dënohen në një formë të veçantë, do t'ju merren veprat e tyre të mira dhe do t'ju jepen të dëmtuarve. Dietarët kanë nënvizuar se nga këto vepra përjashtim bën agjerimi, i cili i mbetet kryesit të tij. Pra, Allahu xhallahu ala e ka veçuar agjerimin dhe agjerimi do të mbetet një vepër nga e cila besimtari, edhe nëse i ndodh që të ketë një fat të tillë, do të përfitojë prej agjerimit të tij. Agjerimi është dalluar edhe për shkak të efektit të madh edukativ që ka. Pra, është një prej atyre adhurimeve që kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në edukimin e besimtarit. Kur Allahu xhallahu ala ka përmendur që agjerimi është për të, ka përmendur përveç tjerash se kur besimtari agjeron, atëherë ai nuk duhet që të flet fjalë të pahishme, fjalë të pandershme, të flet fjalë të pista dhe as nuk duhet që të bërtet. Pra, duhet të jetë i përmbajtur dhe duhet të largohet nga të këqija. Dietarët kanë përmendur se pikërisht kjo pjesë është ajo që në një farë mënyrë e shpjegon pse agjerimi është i veçantë dhe pse Allahu ja ka përshkruar vetes së tij. Nga se Allahu dëshiron që ne nëpërmjet agjerimit të vetë edukohemi dhe të jemi përballë sfidave, përballë provokimeve, përballë problemeve, të jemi më të matur. Ajo që do doja si këshill edhe si mësim nga kjo ligjërat është që këtë ndikim të agjerimit ose këtë porosi të agjerimit që të vetë edukohemi, që të jemi përballë provokimeve, qofshin fizike, qofshin verbale, të jemi më të përmbajtur, ta marrim si mësim me cilin ne në fakt edhe e jetësojmë agjerimin me plot kuptimin e fjalës, por në të njëjtën kohë edhe e fitojmë shpërblimin e tij.